Pikërisht para se të filloni me emisionin kur po lexoja për temën sepse ishte diçka që e tha dhe vetë, jo shumë vëmendje ka marrë në Kosovë. Ndoshta edhe vetë personeli shëndetësor, sepse që ta kenë qarë qikust, janë pulmologët, janë otorinolaringologët dhe janë neurologët, ata që merren me problemet apo pacientet që kanë apne gjumit. A thuaj në studim që apnea është obstruktive, qendrore dhe e përzier. Dhe kjo e përzier është e të dyjave dhe në këtë rast pacientët me të vërtetë ndihen keq shumë. Nga ana shëndetësore. Në shumicën ndërmuese të rasteve, apnea është obstruktive, që i bën që problemi është obstruksioni në nivel të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Flasim për njerëz që zakonisht janë obez, pra mbi peshë, që kanë qafën e shkurt, pak trash, një konstitucion tipik për apne. Edhe te këta persona kemi relaksim kur hyn gjumë, muskujt e rënjes gjuhës që themi edhe muskujt e fytit relaksohen, pastaj rënja e gjuhës shkon brapa dhe e ngushton pjesën ku kalon ajri nga hunda në laring. Edhe kjo pastaj duhet një presion më i madh për me liru rrugët e frymarrjes. Për këtë arsye, pasi që ju ndërprehet frymarrja disa sekonda, ju bën oksigjeni, pastaj bëhet një efort i madh në mënyrë që me marrë frymë. Dhe shpesh të referojnë pacient ose familjarët e pacientëve që thonë që i nalet fryma, pastaj merr frymë shumë. Domethënë për me e kthy. Kjo bën, domethënë kjo është pikërisht për shkak të nivelit obstruktiv. Ajo qendrore që përmendë ti, ajo më shumë është këta që përmendë edhe neurolog që mirën, pjesës neurologjike. Kurse merr sinjale. Faktikisht sinjale nga sistemi, sepse truri jep sinjale domethënë të frymarrjes, truri nuk çon sinjale sa duhet. Kjo është shumë më e vështirë me trajtu, po më e rrallë. Kurse miksa i ka njëjti person, ka dhe forma të obstruktive, po ka dhe epizoda qendrore. Këto raste pastaj ne e trajtojmë varësisht prej formës.